Punimet për mirëmbajtjen e pasurisë kulturore shtëpia e Pashkovasës po vijojnë nga specialistët. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër bëri të ditur se janë restauruar ambientet e jashtme dhe të brendshme, duke u konsoliduar savatimet e mureve për të garantuar ruajtjen dhe qëndrueshmërinë e ndërtesës. Shtëpia e Pashkovasës është një nga objektet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në Shkodër. Punimet po realizohen duke respektuar teknikat e vjetra të restaurimit në qëllim ruajtjen e kësaj ndërtese historike. Shtëpia, e cila ka një histori mbi 300 vjeçare, rëndësi historike dhe turistike. Ajo është e njohur jo vetëm si vendlindja e Pashkovasës, por edhe si selia e degës së saj, lidhjes shqiptare të Prizrenit. Shtëpinë e rrethojnë muret e larta karakteristike të Shkodrës dhe në oborrin e saj ndodhen ende pusi i gurt, lugu prej guri i larjes së rrobave, govata prej guri për shpërlarjen e rrobave dhe shkalla prej guri. Sot, kjo shtëpi është monument kulture, kategoria e parë dhe është kthyer si pronë private trashëgimtarëve për vitet 1971.